Kur kanë kaluar më shumë se një javë nga helmimi i 17 fëmijëve të kopshtit publik numër 1 në Gramsh, autoritetet shtetërore nuk e kanë gjetur ende burimin e infektimit masiv të miturve me bakterin salmonel. Pas analizimit të mostrave të ushqimeve që kanë konsumuar të vegjëlit në Kopësht, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në një deklaratë të shpërndarë për mediat bën me dije se produktet si qumshti, kofsh pule, vezët e kampionuar nga Draku Tiranë kanë rezultuar të pakontaminuar, ndërsa pritet përgjigje analizave për vezët e kampionuar nga Draku Elbasan dhe kofsh pule kampionuar nga Draku Tiranë. Informojmë se për mostrat e dërguara për analizim për produktet lëndë parqumësh dhe kofsh pule të kampionuara nga Draku Elbasan, si dhe produktet qumësh, kofsh, pul, vezë e kampionuar nga Draku Tiranë kanë rezultuar të pastra për treguesin Salmonella SPP. Ndërsa për produktin vezë kampionuar nga Draku Elbasan dhe kofsh pule kampionuar nga Draku Tiranë, analizimi është ende në proces. Skandali me helmimin e fëmijëve u zbulua në 24 maj, 4 ditë pas ngjarjes, ndërsa autoritetet përgjegjëse tentuan të fshehin ngjarjen, por kanë qenë prindërit e fëmijëve, të cilët denoncuan rastin në media. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor Gramsh konfirmoi se nga 76 mostra kanë rezultuar të infektuar 17 fëmijë. Prokuroria ka nisur hetimet për ngjarjen dhe dyshoi se helmimi u shkaktua nga ushqime të konsumuar në Kopësht. Kompania Nelsa SHPK ishte kontraktuar me vlerë 100 milion lek nga Bashkia Gramsh për të furnizuar me ushqime kopshtet dhe çerdhet. Kompanisë Nelsa SHPK i është dhënë tenderi ushqimit nga Bashkia Gramsh në hije dyshimi për abuzime, për shkak se tenderi është klasifikuar me flamur të kuq nga Open Procurement Albania. Jo vetëm kaq, por kompania Nelsa SHPK, e cila rezulton se fiton rregullisht tendera nga Bashkitë Socialiste për furnizimin me ushqim të kopshteve dhe çerdheve, ka një histori të dyshimt. Në vitin 2016, pronari i kompanisë Nejmedin Balla u dënua për korrupsion me tendrat e ushqimit të burgjeve, ndërsa pas atij viti, kompania kaloi në pronësi të vajzës së tij.